Nderuar shikues të A2 CNN, mirë mbrëma, ju përshëndes, mirë se vini në programin Rreth e Qarku, si çdo mbrëmje trajtojmë çështjet më të nxehta, globale dhe rajonale. Unë jam Xhevair Qardaku. Shqipëria nuk është më thjesht spektatore e një lufte të largët. Me një ton alarmues dhe të pazakontë, ambasada amerikane në Tiranë paralajmëron për rrezik potencial nga grupe të lidhura me Iranin, që mund të godasin objektiva të lidhura me SBA-t apo opozitën iraniane në vend, dhe më shqetësuese akoma, në shënjestër mund të jenë hapësirat e përditshme, qendra tregtare, hotele, restorante dhe zona turistike, por qeveria shqiptare nuk shqetësohet. Në këtë klim tensioni, fjalimi i presidentit amerikan Donald Trump nuk solli qetësi, por më shumë paqartësi. Pa një strategji të qartë, dalje nga lufta me Iranin dhe pa garanci për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, ai u mjaftua me deklarata kontradiktore. Nga njëra anë konflikti po i afrohet fundit, nga ana tjetër paralajmërime për goditje edhe më të forta në javët në vijim. Tregjet u tronditën, aleatët u shqetësuan, ndërsa vetë Irani kërcënon me shkatrim. Ndërkohë në terren realiteti është brutal dhe i pakontestueshëm. Shpërthime masive, ura gjigande, të ndara në dysh, objekte të ndjeshme të goditura dhe një veri Izraelit në mbretëshëri raketash. Kërcënimet për përshkallëzim nga SBA dhe paralajmërimet e Iranit për një kundërpërgjigje shkatruese e shtyn rajonin drejt një rruge pakthim në këtë situatë. Pyetja që rëndon sot nuk është nëse kjo luftë do të zgjerohet, por sa afër është ajo për të trokitur edhe në dyert tona. Ndjekim materialin dhe kthehemi sërish në studio. Njësia e antiterrorit në policinë e shtetit ka rritur gatishmërinë në institucionet diplomatike në vendin ton. Prezenca e agjentëve të antiterrorit është shtuar në rinas dhe në çdo pikë doganore. Në bashkëpunim me SHISH, merren informacione për persona që mund të kenë prirje për akte dhune apo qëllime terroriste të mos lejohen të futen në territorin shqiptar. Sipas burimeve nga Ministria e Brendshme, këto masa shtesë nuk kanë vend për panik, por merren gjithmonë dhe janë rutinë sa herë ka informacione nga përfaqësitë diplomatike për rritje të sigurisë, por edhe kur në vendin ton janë zhvilluar samite të rëndësishme me pjesëmarrje të liderëve europian, janë marrë të tilla masa. Këto masa shtesë vijnë një ditë pas paralajmërimit të ambasadës amerikane që ngriti alarmin se grupet të lidhura me Iranin mund të sulmojnë godina të lidhura me SBA-t, sheshe dhe vende publike në Shqipëri. Ndërkohë, në kampin e mujahedinëve në Manës, apo i quajtur si Ashraf 3, situata paraqitet e qetë. Nga komunikimi me përfaqësuesit brenda kampit, ku ndodhen rreth 2700 antar të opozitës iraniane, deklarata e ambasadës amerikane është në vazhdon e të gjitha komunikimeve që trupat diplomatike ka bërë dhe bën në të gjithë vendet ku ka përfaqësi të saj. Ndërkohë, burime pranë policisë së shtetit bëjnë me dije për A2 CNN se kampi ka patur që në krye të herës vëmendje dhe plan të veçantë masash sigurie, ndërkohë që është shtuar vigjilenca, por nuk ka të dhëna për rrezik konkret. Në një moment kur tensionet globale po arrin nivele alarmante, lufta mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit nuk është më një konflikt i largët, ajo po prodhon pasoja të drejtë për drejta edhe për vende si Shqipëria. Paralajmërimi ambasadës amerikane në Tiranë për rreziqe të mundshme sigurie e vendos vendin ton në një harë të re kërcënimesh, ndërsa në arenën ndërkombëtare mungesa një strategjie të qartë nga Washingtoni dhe përçarjet mes aleatëve vetëm sa e thellojnë pasigurinë. A jemi përballë një përshkallëzimi të pakontrolluar dhe çfarë do të thotë kjo për rajonin ton dhe për sigurinë ton? Pikërisht për këtë diskutojmë sonte me ekspertin e sigurisë, zotin Xhavit Shala. Zoti Shala, si gjithmonë kënaqësi që do të diskutojmë bashkë këto tema dhe veçanërisht të marrim ekspertizën tuaj, sidomos në këtë fazë kaq të ndjeshme dhe të prekshme tashmë edhe për ne shqiptarët. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi edhe për mua. Do doja ta nisja pikërisht me alarmin e dhënë nga ambasada amerikane, fillimisht për qytetarët e saj, por që qarkullojnë apo që duan të shijojnë vendin ton. Çfarë na tregon kjo për këtë fazë të luftës? Shiko, alarmi nuk u trombetua shumë në fakt, por nuk kishte diçka e re në këtë aspekt, sepse duhet kemi diçka të qartë që jeta e shtetasve amerikan është prioritet kryesor për ambasadat amerikane në çdo shtet ku janë. Dhe ata zbatojnë protokollet e tyre, edhe për një aktivitet të thjeshtë. Ju e dini shumë mirë dhe këtu e dinë gjithë që edhe kur bëhet një miting, kur ka informacione që mund përdoret dhunë ose mund mos ketë informacione fare, ambasada lëshon paralajmërim për qytetarët e vet që të jenë kujdesshëm të kenë kështu. Në këtë rast, paralajmërimi është pak më serioz sepse Shtetet e Bashkuara janë në situatë lufte. Pra janë në luftë me Iranin.
Dhe është shumë e pranueshme logjikisht që Irani mund të shfrytëzojë jo përgatitje direkt, por nëpërmjet luftës hibride në forma të ndryshme mund të synojë edhe qytetarët amerikanë në vendet kudo ku ka prezencë amerikane. Dhe kjo është arsyeja që ambasada e jep këtë njoftim. Në këndvështrimin tim e forcoj pak, pardje pat një rrëmbim të një gazetare amerikane në Irak. Pra do të thotë që satelitet apo proxyt e Iranit kanë filluar të veprojnë në mënyrë të pavarur, apo sipas porosive është problem tjetër. Kështu që një tërheqje vëmendje për shtetasit amerikanë është shumë e rëndësishme. Ata mund ta bënin edhe në mënyrë konfidenciale, duke u dërguar mesazhe, siç bën, por ata gjykojnë që duhet të jepet në atë formë. Unë mendoj që këtu tek ne u fry pak, domethënë menjëherë opinioni duke qenë i ndjeshëm, duke qenë një vend i vogël dhe duke qenë i ndjeshëm ndaj çështjeve të sigurisë, duket sikur u amplifikua pak. Por e vërteta është që strukturat shqiptare të zbatimit të ligjit, Policia e Shtetit, komuniteti i inteligjencës shqiptare kanë punuar vazhdimisht, sidomos në periudhën, jo vetëm në periudhën kur ka filluar konflikti nga 28 shkurti, por edhe më përpara janë marrë me këtë çështje, sidomos me inteligjencën iraniane. Kanë bashkëpunu, komuniteti shqiptar inteligjencës bashkëpunon në mënyrë 24 orë në 7 ditë javës me inteligjencat e vendeve partnere. Pra sepse këta e shtrin aktivitetin edhe në për vende tjera. Kështu që për t'i paraprish çdo problem, edhe deklarata e ambasadës amerikane thot mundet, nuk thot ka, po thot mundet. Pra duhet marrë si mundësi. Pra edhe kjo është shumë e rëndësishme të kuptohet, edhe qytetarët duhet jenë qetë. Duhet të mos përfshihen nga paniku. Edhe këtu është duhet jem domthonë edhe media, edhe gjithçka, edhe personat që interviston, duhet jenë të përgjeshëm këtë fushë. Pra duhet përcjellin siguri, nuk duhet përcjellin panik. Qartë, pikërisht këtë paktën metodë ka zgjedhur edhe qeveria shqiptare, pra që të qetësoj disi opinionin publik të paktën për ato alarm të dhënë nga ambasada amerikane, duke theksuar që gjithçka është nën kontroll dhe nuk ka hapësirë për të shqetësuar. Megjithatë, disa ditë më parë, Irani ndërmori ose tentoi të paktën që të kryente një sulm kibernetik ndaj institucioneve të Republikës së Shqipërisë, dhe një pjesë e mesazhit apo të atij njoftimi të bërë nga ambasada amerikane i drejtoi edhe një pjesë të territorit të Republikës së Shqipërisë, Manzës, pra ku është i vendosur edhe kampi i mujahedinëve. Si e vlerësoni ju deri në tani, të paktën ju e theksua që ka vepruar drejt duke rritur disi nivelin e sigurisë nga autoritetet shqiptare, por në tërësi si e vlerësoni reagimin e shtetit shqiptar? Shteti shqiptar, Shqipëria ka qenë në një sulm permanent hibrid nga Irani. Ne për këtë arsye përzum ambasadorin iranian, për këtë arsye janë neutralizu bile edhe veprime që ishin të planifikuar vite më parë, para se të shpërthente lufta. Pra kanë qenë në bashkëpunim edhe me agjencitë e tjera të inteligjencës. Pra është e rëndësishme që të kuptohet që po punohet, shikoj, strukturat e zbatimit ligjit, por edhe strukturat edhe komuniteti i inteligjencës nuk bën punë që t'i shofi publiku për ditë. Ata kanë punë të përditshme punën, por pas 28 shkurtit ka një alert normal që është rrezik i shtuar, por nuk është rrezik më shumë se sa në vende tjera ku ka qytetar amerikan, ku ka ambasade amerikane. Në këtë këndvështrim gjitha institucionet kanë ripërtëri, planet e masave kanë ripërtëri, ato anën procedurale që bëhet për ngritjen e vigjilencës, për ruajtjen e objekteve më mirë, për forcimin e shërbimeve të tëra. Këto janë gjëra që ndodhin edhe për çdo rast, për çdo dyshim. Pra, ndodhin për të paraprit çdo lloj problemi. Por kështu janë shtuar shërbimet edhe në Manz, bashkëpunohet edhe me ata në aspektin për dyshimet që mund të kenë. Këtu unë e them që duhet edhe një vigjilencë, një tërheqje vëmendje më shumë ndaj komunitetit për një vigjilencë të shtuar të qytetarëve. Pra, kujto që shef një fenomen që i bën përshtypje, një lëvizje të dyshimit për të një shtetasit huaj apo të një shteti shqiptar në raport me të huajt, këtu është jo për të bë gjoti shtrigash, por për ta vlerësuar çdo informacion edhe për t'i transmetuar strukturat e sigurisë, të cilët pastaj syrit të popullit nuk i shpëton asgjë, domethënë. Pra, kjo është një element shumë i rëndësishëm që qytetarët të rrinë të qetë, agjencitë e zbatimit të ligjit të vazhdojnë të bëjnë punën e tyre, bashkëpunimet me ndërkombëtare vazhdojnë, këtu çdo gjë shkëmbehet informacion.
pse mundet që ambasada amerikane të kishte informacion dhe do ta transmetonte në atë formë. Ka kanale tjera, këtu ka Shqipëria ka policia ka drejtoria antiterrori, shërbi informativ ka drejtoria antiterrori, të cilet bashkëpunojnë non-stop me strukturat e sigurisë, qoftë të ambasadës amerikane, por edhe të shërbimeve partnere, pra, të cilet kanë prezencë në Shqipëri. Ka një bashkëpunim ndërkombëtar të përkryer. Ne kemi oficer kontakti pranë vendeve të tyre, ata kanë oficer kontakti tek ne, dhe të gjitha këto janë në mënyrë që të ketë një mundësi sa më të shpejt për shkëmbim informacioni, për parndalim në çdo lloj ngjarje. E qartë, duke qëndruar ndoshta edhe një pyetje të fundit se përket prekjes së Shqipërisë, shqiptarët që kanë qëndruar në Iran dhe që janë kthyer, përbën në një lloj forme, mos themi rrezik, por arsye për të shqetësuar dhe për të monitoruar nga afër? Agjencitë e zbatimit ligjit edhe shërbimet e inteligjente bëjnë punën e tyre. Për çdo person që mund të ketë qenë atje, këtu nuk është për të vënë pikpyetje çdo personi që ka bërë vizitë etj. Por normalisht atje ku ka dyshime, zbaton procedurat përkatëse, protokollet përkatëse për verifikimin e çdo lloj informacioni që vin, qoftë që del këtu, po qoftë edhe që vjen edhe nga shërbimet partnere. Pra, kjo që thoni është shqetësim shumë i drejtë, domethënë sepse ka Ministria e Inteligjencës së Izraelit, sidomos në kohën që kanë qenë ambasada atyre këtu, edhe më përpara ka pasur shumë kontakte dhe është përpjek, domethënë edhe në kuadrin e bashkëpunimit kulturor të Iranit me Shqipërinë etj, janë përpjekur nëpërmjet fondacioneve të organizojnë vizita etj. Pra, janë përpjekur të bëjnë. Kjo nuk do thotë që për gjithçka do të bjerë hije dyshimi, por që strukturat e zbatimit ligjit dhe agjencitë e inteligjencës bëjnë punën e tyre në të tilla raste. Dhe fatmirësisht, me thënë të drejtën, nuk ka pasur paktën shqetësime apo iniciativa për të shqetësuar jetën publike dhe qytetare në Republikën tonë, megjithatë për t'u kthyer ndoshta aspektit të luftës në ato aktorët e mëdhenj siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Izraeli dhe Irani, të gjithë në gjithë bota e priti me shumë vëmendje atë fjalimin e njoftuar në prime time nga presidenti amerikan Donald Trump për të parë çfarë njoftimesh do të vinin, sepse ishte konferenca e parë nga zyra ovale apo nga shtëpia e Barë që pas fillimit të luftës që zoti Trump zhvilloi, megjithatë nga analista apo edhe nga raportimet të mediave ndërkombëtare, të paktën sipas tyre ka sjell fjalimi Trumpit më shumë paqartësi se sa një itinerar konkret për përfundimin e kësaj lufte, pavarësisht se ka njoftuar her pas here që brenda 2 apo 3 javësh do të marrë fund dhe operacioni i nisur kundër Iranit. Unë kam përmendur që presidenti Trump është mjeshtër komunikimi, në fakt. Ai ka pas përpara se të hynden politik, ka bërë të një showmani, ka qenë prezent, median e njeh mirë, plus asaj që është president për herë dytë me një pushim 4 vjeçar në mes. Dhe është vërtet kjo që po pritej me shumë interes fjala që ishte hera parë që ai do i drejtohet kombit pas fillimit të konfliktit me Iranin, dhe unë mendoj që do të ketë diçka, një deklarim, por me sa duket e gjithë kjo ishte përsëri në vazhdim të një procesi të ngelur përgjysëm. Pra, në thelb të asaj fjale ishte që domethënë më shumë u dha mesazhe për Iranin, u dhan mesazhe për botën që shikoj, ne kemi arritë sukses, por ka një aty, por që nuk është përmirësuar regjimi, Irani vazhdon të ketë uranium të pasuruar. Kjo të gjitha këto do tregon, domethënë po jep një mesazh Iranit që nëse nuk ka marrëveshje, këto çështje do zgjidhen, pra mund të bën veprime për të përmirësuar regjimin, por edhe për të neutralizuar pikërisht këtë sasi urani të pasuruar, dhe që po bëhet fjalë që po përgatiten operacione etj. Pra, në thelbën nuk është se presidenti domethënë dha ata që pristin, dhe faktikisht edhe nuk mund të jepte dot më tepër në këndvështrimin tim. Çfarë do thotë, që luftën do ta mbyllim, se nuk e mbyll dot luftën pa realizuar qëllimet. Cilat janë qëllimet? Janë 4 qëllime kryesore, të shtuar tashmë edhe një tjetër i 5 që është ngushtica e Hormuzit, që nuk ishte llogaritë që mund të përfundonte, domethënë mund të ishte kaq e rëndësishme për sigurinë energjetike botërore. E para është neutralizimi i programit bërthamor.
edhe në luftën e 12 dhjetore u tha që u arrit sukses, por doli që nuk ishte arritur ai sukses që u pretendua. U dha një goditje e madhe këtij programi bërthamor, po synimi ishte që në marrëveshjen që mund të nënshkruajë të kishte pika të qarta, domethënë që ky uraniumi të transferojë në një vend të tretë, pasurimi ose programi civil bërthamor të ishte me bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës ose me një konsorcium, ka pasur variante edhe me një konsorcium ndërkombëtar, sidomos të vendeve arabe. Pra kjo ishte e para, e dyta, programi raketor, pra limitimi i programit raketor. Problemi më i rëndësishëm në sigurinë kombëtare të Iranit vlerësohet dhe si një nga shtyllat kryesore vlerësohet programi raketor i tyre. Pse vlerësohet? Nëpërmjet programit raketor ata kanë arritur të përfaqësojnë apo të demonstrojnë një fuqi në gjithë rajonin e linjës mesme. Pra me lartësinë e hedhjes të cilës si kanë qenë të pretenduara apo të garantuar deri në 2000 kilometra, ata nuk ishin vend e linjës mesme që nuk mund të godisin. Madje të kaluan atë të paktën rreze duke shkuar deri në rreth 4000 kilometra. Pra do të thotë që ata kanë zhvilluar dhe ata janë në këtë vështrimin tim, ata programin bërthamor e përdorin si levë negocimi, e përdorin si për të negociuar, kurse për të në tyre të vërtet kanë programin mbrojtjen e programit raketor. Prandaj edhe Shtetet Bashkuara, por edhe Izraeli, por edhe Leatët e ngulin këmbë për këtë programin raketor, pra për kufizimin e tij sidomos në lartësinë e hedhjes së raketave. Por kjo do të jetë një problem pastaj që nëse do të arrit paqe, do të kërkohet një kompromis për këtë punë që Irani do të sakrifikojë në këndvështrimin tim programin bërthamor për të mbrojtur programin e tij raketor. Pra kjo është. Nga ana tjetër është edhe një kush i tretë që domethënë unë këto do të quaja sepse nuk u deklarua asnjëherë cili ishte qëllimi politik i luftës. Një shtet hyn në luftë kur do të arrijë disa objektiva të caktuara politike. Pra 1, 2, 3, 4 rrëzimi i regjimit apo si u vendos. Por këto me pas dolën si problematika dhe sot bile ka disa që nuk po i quajnë akoma që edhe në Amerikë edhe shtetarë amerikanë dhe kongresmen apo senatorë të tjerë thonë që nuk kemi të qartë akoma se cili është qëllimi politik. Pra ku do të arrijmë në luftë me Iranin. Pra në këtë rast një nga apo kush i tretë që unë e quaj synim që ata përpiqen të arrijnë është që mos i lejoj Iranit ose të garantoj, të marrë garanci që Irani nuk do mbështes regjimet proxy apo aktorët jo shtetëror proxy të cilët ai përdor, milicit shite në Hezbollahun, Hamasin, para sa ka mbetur në Irak, milicit një grup të madh milicish atje që janë në numër të konsiderueshëm, Huthit në Yemen e tjerë. Pra, edhe kjo është e treta dhe e katra ishte domethënë për punën e neutralizimit të flotës detare të tyre, të flotës sidomos që kontrollon Hormuzin, po mesa sipas njoftimeve një pjesë e konsiderueshme e kësaj është shkatruar. Aty kanë ngel flotilje, kanë ngel anije të vogla të shpejta të cilët përdoren më tepër për vendosjen e minave, kurse tashmë është një kush shumë i rëndësishëm që nuk e kishin llogaritur në fillim. Pra që ne paktën edhe unë, po edhe të tjerë e kanë përmendur që Irani do të përdorte si armë strategjike ngushticën e Hormuzit, bllokimin e ngushticës së Hormuzit dhe ja ku arriti. Dhe ata nuk kanë edhe një armë tjetër që po kërcënojnë, po akoma nuk kanë filluar ta përdorin, që është ngushtica e Bab el Mandeb. Është ajo ngushtica që kalon nga gjiri i Omanit që do futet në detin e Kuq. Edhe atje është një sasi, domethënë një fluks i madh nafte që qarkullon, domethënë dhe nëse sërish ka një kurth tjetër rezervë nëse dështon Hormuzi. Nga 20-27% këtu dhe edhe rreth 15% që shkon atje, domethënë i bie gjysma e naftës botërore lëviz qelësat e lëvizjes gjysmës të naftës botërore i ka Irani. Më interesante për këtë më duket që shumë pak e kanë cek si problem është që Irani po shtetëzon kanalin e Korfuzit me ligj. Pra është përgatitur një ligj, ka kaluar në disa komisione parlamentare, unë paktën një ndjek në vazhdimsi njoftimin sidomos kur kanë bëjnë me këto probleme, kanë kaluar një ligj që domethënë drejta e hyrje e dalje të përcaktohet nga Irani dhe të marrin taks për këtë punë.
propozimi amerikan ishte që të bashk menaxhohej kanali Hormuzi. Dej tash ka patur do të thotë që ka pasur një zbrazëri ligjore, bile iranianët thonë që mori fund mikpritja. Ku tha pra që kanë hyrë kanë dalë pa pagesa. Dhe këtu janë një grup shtetësh që po negociojnë për këtë, përveç amerikanëve një grup shtetësh që po negociojnë, është Turqia, Egjipti, është Arabia Saudite dhe Pakistani, të cilët po përpiqen të bëjnë një, po e themi, të shëshojnë terrenin për palët që të paktën të kenë një mekanizëm dhe kanë gjithçka është për menaxhimin e ngushëllisjes së Hormuzit. Domethënë një problem shumë i ngushtë. Sot u mbajt edhe një takim pikërisht për të garantuar sigurinë në ngushëllisjen e Hormuzit nga 40 aleat Europa. Ky është aktivitet tjetër të cilin nismetar është Britania e Madhe. Po flas për këtë pjesën paktën që është pak më serioze dhe ata kanë propozuar, ja kanë paraqit palëve, pasa kjo do jetë pastaj pjesë e negocimeve, ja kanë paraqit palëve një projekt për krijimin e një konsorciumi ndërkombëtar për menaxhimin e tyre dhe njëkohësisht që do të ketë një tarif për kalimin e tyre. Kjo tarif do të jetë pastaj për mirëmbajtjen për shërbimet e sigurisë etj. Pra duket që do të gjendet një mekanizëm. Nga ana tjetër është Anglia, Britania që ka mbledhur një takim kaq të madh, kaq të zgjeruar të palëve të interesuara për kanalin për ngushëllisjen e Hormuzit. Pra shohim që këtu është një problem që pavarësisht goditjeve të vazhdueshme që themi që Irani, domethënë ose si thot presidenti Trump që ka rrafshuar, ka probleme, por përsëri ata kanë mendjen të gjykojnë për të ardhmen dhe një nga kushtet që ata kanë vënë tashmë, e kanë shtuar edhe këtë që thot të kenë këta autoritetin ligjor për menaxhimin e ngushëllisjes së Hormuzit. Pra e kanë nga kushtet, nga 5 kushtet që kanë shtuar edhe këtë. Pra situata është e tillë në këndvështrimin tim Irani synon ta zgjas konfliktin duke pa që Shtetet e Bashkuara po përpiqen në një kohë sa më të shkurtër ta mbyllin. Dhe Irani ka alat në këtë rast e din që në ajër dhe me forca, me mjete, nuk i del ballë as Izraelit as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ka aleat luftën hibride dhe luftën asimetrike. Ai përdor tashmë gjithë proxyt, akoma nuk e ka aktivizuar, tashmë ka filluar pak Houthi lëshoj nga një raketë në javë ose nga 2 raketa në javë direkt. Imagjino një aktor jo shtetëror siç është lëvizja Houthi ka raketa të tilla që asaj rreze shkojnë 2000 kilometra. Kuptohet që gjithçka është skenar i përgatitur nga Irani. Pa diskutim, megjithatë paralajmërimi më i fundit ose kërcënimi, më mirë le të themi, i presidentit Donald Trump përmes rrjetit të tij social Truth ishte që Irani duhet të pranojë menjëherë marrëveshjen në të kundërt, jo vetëm që rrezikon që të kthehet pas në epokën e gurit, por nuk do të mbetet më asgjë në sipërfaqen e Iranit. Nga ana tjetër, presidenti Mesud Pezeshkian kritikoi ashpër duke e quajtur një krim kundër njerëzimit goditjen nga ana e ushtrisë së Izraelit dhe Amerikës të urës më të madhe dhe më të lartë, jo vetëm në Iran, por në të gjithë lindjen e mesme, çka sinjalizon që Irani nuk ka aspiratat pranojë ndonjë marrëveshje apo të dorëzohet shpejt. Ku do na çojë hapi radhës në këtë konflikt, profesor? Kjo është pikërisht pyetje, si tha $1 milion, që edhe Trumpi nuk po din t'ia përgjigje, domethënë, por ajo konferencë që edhe Trumpi pikërisht donte t'i jepte përsëri mesazhe Iranit që duhet pranojë se s'bën një marrëveshje. Tash Irani e kupton që presidenti Trump dhe Shtetet e Bashkuara e kanë mengut këtë punë. Pra, sepse edhe mesazhi që i jepet edhe 2-3 javë ne do ta përfundojmë luftën. Nuk mund të japësh një mesazh tillë që për 2-3 javë, sepse i jep palës tjetër, dakord, biznesi, bota biznesit, bursat e marrin për mirë dhe ulin çmimet. Po pala tjetër kundërshtare thotë, shikoj, do bëjmë si do bëjmë, do durojmë edhe këto 2-3 javë. Do luftojmë e do durojmë, se këta kaq kanë kapacitete. Pra, në një farë mënyrë jep një mesazh për palën tjetër që këta kanë mend ose ngulin kam për një luftë të shkurtër. Kështu që detyrimisht këtu mund të ishte dhënë paralajmërimi që ne do të shkojmë deri në fund në arritjen e objektivave të cilët ne kemi vendosur në fillim. Pra, duhet arritur marrëveshje me këto 5 pika.
1, 2, 3 ato pikërisht ato objektiva që sapo i trajtuam. Pra vetëm kështu mund që Irani të marrë mesazhin që nuk ka kthim pas më tash. Por kjo pastaj do t'i bëjë shtetet tjera që të mendojnë, të riorganizohen, të mendojnë për furnizimet e tyre, sepse puna ngushëllisjes së Hormuzit do haj shumë kohë nëse nuk arrihet marrëveshja, ata do bëjnë sikur nuk është se ata i bllokojnë gjithë anijet, ose ato anijet që i konsiderojnë jo miqësore. Jo miqësore, po edhe frika, pra një pjesë e anijeve që kanë ngelur nga dy anët e ngushëllisjes i është hequr nga kompanitë e sigurimeve, i është hequr siguracioni. Dhe kjo është një problem tjetër, pra ka ndikuar në biznes kudo në botë kjo punë dhe pastaj kjo ndikon edhe në xhepat e qytetarëve, jo vetëm në Europë, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, për të thënë përgjigjja e saj është domethënë edhe vetë Trumpi ngeli befasuar në faktikisht sepse siç duket inteligjenca jo e tij, po inteligjenca izraelite mund edhe presidenti Netanyahu mund t'i ketë dhënë indicie që kjo luftë do përfundojë shpejt. Po madje në fillim u quajtë edhe do të ishte një ekskursion shumë i shkurtër në ferë ka quajtur zoti Trump. Megjithatë ferrin që ka sjell disi atë tendosjen në marrëdhëniet mes aleatëve. Përmendim këtu njoftimin shqetësues duhet thënë të presidentit amerikan Donald Trump për median britanike Telegraph, ku theksoi që po shqyrton seriozisht që të largojë Amerikën nga aleanca NATO. Nga ana tjetër ishte edhe përplasja e fundit që ishte tepër e fortë mes zotit Trump dhe presidentit francez Emmanuel Macron, ku zoti Trump i përmendi atë sherrin që ka pasur me gruan e tij zoti Macron, dhe Macron që ja ktheu që zoti Trump do të jetë më i kujdesshëm në fjalët dhe veçanërisht për fatin e luftës të mos flas kaq shpesh, sepse sipas Macron e humbasin edhe peshën e tyre fjalët e një presidenti. Po sepse duke filluar nga kjo e fundit, domethënë ai bën një deklaratë tash dhe ti përpiqesh domethënë që mbas siç bën analizat mbas kësaj, përpiqesh ta analizosh ç'a ndikimi do ketë këtu, ç'a ndikimi do ketë këtu, pa përfunduar ti logjikën e analizës, të kërkosh burime, të kërkosh gjëra, ai bë deklaratën tjetër. Shkruan, pra është një lloj diplomacie, me sa shohun këta amerikanë kanë filluar ta quajnë domethënë vlerë këtë pa parashikueshmërinë. Ndërkohë që Macroni sot dje ka pas në fjalim që ka mbajtur diku në një vizitë që ka qenë në fjalim që ka mbajtur thotë parashikueshmëria është vlerë, jo pa parashikueshmëria. Por presidenti Trump, ky është presidenti Trump dhe ne do të mësohemi me këtë mënyrë. Puna është të zgjidhet sa më shpejt ky konflikt, se e para është një konflikt që është shumë pranë Evropës dhe përveç ndikimit ekonomik mund të ketë edhe ndikim tjetër, mund si pasojë e gabimeve njerëzore, mund të shkaktohen incidente, një raketë mund të niset, mund të godasi civil, mund të godasi pra një vend antar të NATO-s, NATO mund të reagojë, pra mund të përfshihet NATO, por pra ne jemi direkt të interesuar që të përfundojë sa më shpejt kjo, por edhe për popujt e linjës mesme të cilët kanë kohë që domethënë sidomos populli iranian, i cili në këto kushte në një periudhë që si u nis që të përmbysë atë lloj regjimi, por tashmë nuk ka asnjë lloj mundësie që të ngrihet kundër këtij regjimi, sepse është në gjendje lufte dhe në një farë mënyrë është edhe një e tyre patriotizmi që nuk mund të dalin kundër qeverisë tyre nëse ndodhen në një atak nga një forcë kundërshtare. Kështu që kurse në raport me NATO-n, unë them presidenti Trump në këndvështrimin tim hyri në një luftë që nuk ka të lidhë me NATO-n. Edhe më përpara Shtetet Bashkuara të Amerikës janë përfshirë në lufta, sidomos në rastin e konfliktit me Irakun, por para se të hynë të bërë një koalicion, pra do referuar në enit 4 të traktatit të NATO-s, kërkoi këshillim me antarët e NATO-s, ata një pjesë e tyre e konsiderojnë që nuk vendosi ose i dha avionet, por nuk vendosi të merrte pjesë në atë sulm në atë kohë, apo Britania ishte besnike. Ka qenë Tony Blair në atë kohë dhe ishte besnik dhe vazhdoi, megjithëse nuk ishte lufta e britanikëve, pra lufta ishte e amerikanëve. Kurse presidenti Trump në këtë rast e bëri vetëm me Izraelin. Dhe pastaj kur hyri dhe pa që këtu që ka një problem tjetër shumë i madh, e pa që koalicioni që ai kishte bërë vetëm me Izraelin ishte një koalicion shumë i vogël.
minimalisht me vendet anëtare të NATO-s ai NATO nuk duhet përfshihej, po aty i duhet mund bënte koalicion me shtete të veçanta, jo me tërë organizata, po me shtete minimum një rakordim. Një rakordim, sepse ja si vjen puna, domethënë që ty nuk lejon me kaluas avionet në territorin e tyre shtetet anëtare të NATO-s. Kurse për sa i përket forcës NATO-s, pas deklaratës së Trumpit ishin domethënë tre qeveritë më të mëdha që deklaruan britanike, gjermane dhe franceze që NATO është shumë e fuqishme, është aleanca më e fuqishme në botë deri tani, pavarësisht anatemimeve që i bën Trumpi. Trumpi i ka pjesë negociatave këto që i bën, sepse rrezik po të pranoshin këta nesër do thoshte fjalë tjera, por Neni 5 i NATO-s është provuar dhe ka qenë i suksesshëm. Dhe kjo është provuar vetëm për interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mos harrojmë sulmin në 11 shtatorit. Me 11 shtatorit sulmua dhe Shtetit Bashkuar kërkuan t'i referohen Nenit 5, sepse u sulmuan në territorin amerikan. Traktati NATO se ka të përcaktuar, nëse sulmohet territori një shteti anëtar, të gjitha vendet duhet përfshihen. Në rastin e Iranit nuk është sulmuar territori i shtetit amerikan. Edhe një ambasadë që është sulmuar në Bagdad nuk quhet territori i shtetit amerikan, pavarësisht statusit veçantë që mund të ketë një territor diplomatik në këtë rast. E qartë. Profesor, të falenderoj shumë për analizën tënde, gjithmonë e mirëpritur tek ne dhe vlerësuar maksimalisht, sepse marrim një pasqyrë tepër interesante të këtyre zhvillimeve që po na shqetësojnë këto kohë të paktën. Faleminderit. Të shpresojmë për paqe. Për paqe. Faleminderit. Mirë, do të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe kthehemi sërish në studio. Rikthehemi përsëri në programin Rreth e qark. Presidenti francez Emmanuel Macron thekson se zhvillimi i një lufte për të hapur ngushticën e Hormuzit nuk ishte kurrë një opsion. Mijëra njerëz janë vrarë në të gjithë lindjen e mesme që nga 28 shkurti, kur SBA dhe Izraeli goditën Iranin duke shkaktuar sulme iraniane ndaj Izraelit, bazave amerikane dhe shteteve të gjirit. Presidenti francez Emmanuel Macron ka bërë me dije se do të ishte jo realiste të niste një operacion ushtarak për të hapur me forcë ngushticën e Hormuzit, pasi presidenti SBA-s Donald Trump i sfidoi aleatët e SBA-s të punonin për i hapjen e saj.
Mijëra njerëz janë vrarë në të gjithë lindjen e mesme që nga 28 shkurti, kur SBA dhe Izraeli goditën Iranin duke shkaktuar sulme iraniane ndaj Izraelit, bazave amerikane dhe shteteve të gjirit dhe Teheranit, duke mbyllur në mënyrë efektive rrugën ujore që transporton rreth 1/5 e furnizimeve globale me naftë dhe gaz natyror të lëngshëm. Disa njerëz mbrojnë idenë e çlirimit të ngushticës së Hormuzit me forcë nëpërmjet një operacioni ushtarak, një qëndrim i shprehur ndonjëherë nga Shtetet e Bashkuara, megjithse ka ndryshuar, u tha Macron gazetarëve gjatë një udhëtimi në Korenë e Jugut. Ky nuk ishte kurrë opsioni që ne kemi mbështetur sepse është jo realist, tha ai. Do të zgjaste një kohë të gjatë dhe do t'i ekspozonte të gjithë ata që kalojnë nëpër ngushticë ndaj rreziqeve nga garda revolucionare, por edhe nga raketat balistike, tha ai. Macron, i cili ka punuar me aleatë evropianë dhe të tjerë për të ndërtuar një koalicion për të garantuar kalimin e lirë nëpër Hormuz pasi të kenë ndaluar armiqësitë, tha se kjo mund të bëhet vetëm duke folur me Iranin. Ajo që themi që në fillim është se kjo ngushticë duhet të rihapet sepse është strategjike për rrjedhat e energjisë, plerat dhe tregti ndërkombëtare, por se kjo mund të bëhet vetëm në konsultim me Iranin, tha ai. I pyetur në lidhje me kritikat e Trump ndaj aleatëve të NATO-s, Macron u shpreh: "Nuk dua të jap një koment të vazhdueshëm për një operacion që amerikanët e kanë vendosur vetë me Izraelin. Ata mund të vajtojnë faktin që nuk po ndihmohen, por ky nuk është operacioni ynë. Ne duam paqe sa më shpejt të jetë mundur. Kjo nuk është një shfaqje", shtoi Macron, "po flasim për luftë dhe paqe. Le të jemi serioz dhe të mos themi një ditë të kundërtën asaj që tham një ditë më parë", shtoi ai, pa thënë nëse po fliste për Donald Trump. Është momenti që të ndjekim një flash informativ të përgatitur nga kolegja Rosalba Bejdo. Kina ka zgjeruar në mënyrë të fshehtë infrastrukturën e armëve bërthamore në provincën Sichuan vitet e fundit, sipas një hetimi të CNN të bazuar në imazhe satelitore dhe dokumente qeveritare, ndërkohë që marrëveshjet globale për kontrollin e armëve po dobësohen dhe tensionet gjeopolitike po rriten. Zhvillimet përqendrohen rreth zonave në dhe pranë qarkut të Zitong, ku imazhet satelitore tregojnë ndërtim të gjerë për fshirshembjen e fshatrave dhe ndërtimin e objekteve të reja të lidhura me prodhimin e armëve bërthamore. Në një rast, banorët në Sichuan u dëbuan nga shtëpitë e tyre në vitin 2022, me autoritetet që e cilësuan këtë si një sekret shtetëror më shumë se 3 vjet më vonë. Imazhet satelitore tregojnë se fshati është rrafshuar dhe zëvendësuar me struktura që mbështesin aktivitete të lidhura me bërthamorin. Një nga shtesat më të rëndësishme është një strukturë e madhe në formë kubeje me sipërfaqe rreth 36.000 km². Objekti i përforcuar është i rrethuar me beton dhe çelik dhe është i pajisur me monitorë rrezatimi, dyer kundër shpërthimeve dhe sisteme ventilimi të projektuara për të përmbajtur materiale radioaktive si uraniumi dhe plutoni. Komentet tallëse të presidentit amerikan Donald Trump ndaj martesës së homologut francez kanë irrituar Emmanuel Macron. Kreu i Elizes reagoi të njëjtën duke thënë se deklaratat e Trumpit nuk meritonin një përgjigje pasi nuk ishin as elegante dhe as të nivelit të duhur. Trump u tall me Macron dhe gruan e tij Brigitte të mërkurën teksa sulmoi aleatët për faktin se kishin refuzuar ta ndihmonin në luftën me Iranin. Presidenti amerikan imitoi homologun me theks francez, duke thënë se bashkëshortja e trajtonte shumë keq dhe se Macron ende nuk e kishte marrë veten nga shuplaka e saj, teksa komentoi deklaratën gjatë një vizite shtetërore në Seul. Macron tha se kishte shumë fjalë kur në fakt duhen vepra. Në vend të kësaj duhet të fokusohemi tek deeskalimin në lindjen e mesme, pohoi Macron. Një person humbi jetën dhe 10 shtëpi u përmbytën si pasojë e rreshjeve të dendura dhe erave të forta që goditën Greqinë, ndërsa stuhia Erminio kaloi përmes Athinës dhe disa ishujve në Egje. Autoritetet njoftuan se kishin rekuperuar trupin e një burri në qytetin turistike bregdetare të Nea Makri, 35 kilometra në verlindje të Athinës. Besohet se burri u tërhoq nga rryma dhe mbeti i bllokuar në një automjet teksa përpiqej të kalonte një rrugë të përmbytur. Shërbimet zjarr fikse njoftuan se kishin marrë qindra telefonata për të shpëtuar qytetarë të bllokuar dhe për pastrimin e rrugëve nga pemët e rëna. Autoritetet ndaluan disa tragete të niseshin nga porti i Pireut pranë Athinës drejt ishujve grek në ishuin mesdhetar të Kretës. Qielli mori një ngjyrë portokallit të frikshme të mërkurën, ndërsa era të forta sollën pluhur nga Afrika e Veriut, duke ndërprerë fluturimet. 4 astronautë u nisën nga Florida të mërkurën në misionin Artemis 2 të NASA-s, një udhëtim rreth hënës.
që shënon hapin më të guximshëm të Shteteve të Bashkuara deri më tani drejt kthimit të njerëzve në sipërfaqen hënore. Raketa Space Launch System e NASA-s e pajisur me kapsulën e ekuipazhit Orion u ndes fuqishëm pak para perëndimit të diellit në qendrën hapësinore Kennedy të agjencisë në Cape Canaveral, duke transportuar ekuipazhin e tij të parë 3 astronautë amerikanë dhe 1 kanadez në orbitën e Tokës. Mjeti hapësinor i lartë sa një ndërtesë 32 kaçe u ngrit me një gjëmim të fuqishëm drejt qiellit të pastër, duke lënë pas një kolon të madhe avulli të bardhë dhe të dendur. Administratori i NASA-s Jared Isaacman tha se ky është vetëm hapi i parë drejt misioneve të ardhshme, të cilat do të përfshin ndërtimin e një baze në Hënë. Misioni që pritet të zgjasë 10 ditë është i pari në botë që dërgon astronaut në afërsi të Hënës jashtë orbitës së Tokës pas 53 vitesh. Ishte gjithçka e përgatitur për programin Rreth e Qark dhe për sonte. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë natën e mirë.